Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët përsëri në kuzhinën time. Sot kam përgatitur një tavë shumë të shijshme me patate, mish dhe spinaq. E mbuluar me salcë bechamel dhe djath, e pjekur në furrë dhe del fantastike. Fillojmë nga puna. Këtu kam diku tek 1 kg patate, i kam pastruar nga lëkura, i mbuloj me ujë, i shtoj një lugë të çajit me krip dhe i zjejmë për 15-20 minuta. Ndërkohë merremi me përgatitjen e salcës. Këtu kam një qep mesatare, e presim qepën në pjesë të vogla dhe më pas e shtojmë në një tigan. Shtojmë pak vaj ulliri, pasi i ndyrën do ketë edhe salsa bechamel, por edhe djathi. Për të pastruar hudhrat më thjesht, si i keni në këtë mënyrë thelbinj, i shtypni me thik dhe u hiqet me njerë kjo lëkura. Janë 3 thelbinj hudhër, i presim hudhrat në pjesë të vogla dhe do t'i bashkojmë me qepën në tigan. Qepa është karamelizuar. Shtojmë hudhrat. Nëse do i vendosja në një kohë qepën dhe hudhrat, atëherë hudhrat marrin aromë të keqe kur karamelizohet qepa. Shtuam pjesë mishi vetëm tull, e kam pastruar mishin nga kockat, e mbulojmë me një gotë me ujë, i vendosim kapakun dhe e lëm të zjejnë derisa të avulloj plotësisht ujë. Ndërkohë ne patatet i kemi zier, i kam vendosur në ujë të ftohtë dhe i kam gati për të vendosur në tavë. Në fakt patatet e mia kanë zier pak më shumë nga që duhet. I presim në këtë mënyrë dhe i vendosim në tavë në formën e tjekullave njëra mbi tjetrën. I sistemua mirë në të gjithë sipërfaqen e tavës dhe i kemi gati për t'i shtuar mbushjen. Përgatitet mishi në tigan me salsën, ndërsa në një tigan tjetër përgatisim salsën bechamel. Kam shtuar 2 lugë të gjellës me gjalp, e shkrim gjalpin dhe më pas shtojmë 2 lugë të mbushura plot me miell. Do ta zverdhi miellin, jo t'i japim ngjyrë, por thjesht të largohet ajo aroma e miellit, sa të zverdhet pak. Fillojmë të shtojmë 500 ml qumësht pak e nga pak, duke e përzier që mielli mos të kokrizohet. Në këtë moment i shtojmë arën muskat, pak krip, pak piper të zi. Vazhdojmë ta përzijmë. Kur salsa fillon të trashet pak, shtojmë edhe 1-2 duar me djath kashkavall të grirë ose çdo lloj djathi tjetër që shkrin. I bashkojmë bashkë dhe e lëm të përgatitet një krem. Edhe uji është larguar nga tigani, shtojmë 2-3 duar me spinaq, i vendosim kapakun. Për 5 minuta spinaqi bie nga vëllimi, në fund fare i shtojmë 2-3 lugë të gjellës me salcë tomateje, e përziejmë mirë dhe i kemi gati. Mbushjen e përgatitur e vendosim mbi patatet e ziera. Mundohemi ta hapim në të gjithë sipërfaqen. Tek salsa me spinaq, mish, qep kemi shtuar kripën dhe piperin e zi. Në fund fare e mbulojmë me salsën bechamel dhe për t'i dhënë më shumë ngjyrë dhe shije, i shtojmë edhe djath kashkavall të grirë. Dhe kështu si e kemi, e vendosim në furrë diku tek 20 deri në 30 minuta. Kjo ishte dhe tava jon për sot. Shpresoj që ta pëlqeni dhe ta provoni edhe ju në shtëpinë tuaj. Nëse ju pëlqeu receta, mos harroni të bëni like dhe të abonoheni në kanal për më shumë receta të shijshme.